Taulan Seferi vijon të shënoi për Bodrumsporin në Turqi, sot ja doli kundër Sivasporit pikërisht në minutën e 45. Seferi zhbllokoi ndeshjen pas asistit perfekt të Yilmaz, sulmuesi kombëtares e kishte golin e 11 të sezonit në ligën e parë turke. Ishte sulmuesi i Tiranës, ndërkohë nuk ftohet nga trajneri Silvinho që në nëntorin e vitit 2024. Është një prej edicioneve më të mira në karrierë.